Një selfie, një përqafim, lot gëzimi dhe emocione, fytyra të qeshura dhe përqafime të ngrota. Janë këto disa nga çastet më të bukura për 10.028 student fakultetit ekonomik që këtë 20 tetor ishin të pranishëm në ceremoninë e diplomimit të tyre. Për ta ky është çasti më i bukur në jetë. Është finalizimi një pune 3 vjeçare në auditore, mes leksionesh e literaturë, mes vështirësive dhe çasteve të gëzimit. Duke qenë se jemi për herë të parë në diplomë, themi se jemi mirë, ja kemi dalë mban. Çfarë emocionesh po përjetoni? Po përjetoj se nga që kanë dalë dhe më mirë. Të lumtura për këtë ditë sot. Kemi luftuar shumë, jemi munduar shumë dhe ja dolëm. Shumë të lumtura. Presim edhe më shumë, po kjo është vetëm fillimi. Si do ta cilësoni shkurt këtë ditë, ditën e diplomimit? Fillimi i mbar gjysma e punës. Kjo është dita sot. Sepse kemi shumë rrugë për të bërë në jetën tonë dhe kjo është një fillim shumë i mbar për ne. Shumë mirë, shumë emocionuar, e lumtur. Çfarë emocione do të përshkruani të shkurt, pra çfarë mund të na thoni për emocione? Së di. Është ky një moment i veçantë për jetën tuaj? Po, shumë i veçantë. Shumë emocionuar. Ndjehemi shumë mirë sepse më në fund të diplomuam, është një moment i veçantë në jetën tonë. Diploma për ta është fundi një rruge dhe nisja e një tjetër rruge. Për studentët e diplomuar, marrja e diplomës është një moment i veçantë, por ata shprehin se nuk do të ndalen këtu, pasi tashmë dy janë qëllimet kryesore tyre, të gjejnë një punë dhe të vazhdojnë studimet për master. Shpresoj një vend pune sa më të mirë, duke qenë se dhe profesioni na premton shumë, kështu që shpresoj një jetë ardhme jo të largët. Besoni tek cilësia e diplomës ju po merrni pikërisht? Sigurisht, është për turizmin, besoj se turizmi do ketë një hapësirë shumë të gjerë në Shqipëri. Ardhmja juaj? Po, e ardhmja, një profesioni joni që do të na ndihmojë për të ardhmen tonë, normal. Aktualisht keni gjetur punë apo? Aktualisht jam duke kërkuar punë dhe jam në rrugë të mbar. Besoni tek kjo diplomë që keni marrë në Universitetin Aleksandër? Normale, besoj shumë pasi e kam marrë me mundim edhe me forcë, edhe ja dola. Unë aktualisht punoj, edhe shpresoj të bëj një master shkencor. Do vazhdoj masterin, që i cili do jetë shkencor, po presim të fillojmë regjistrimet dhe në punë jam aktualisht, edhe presim që të fillojmë një punë akoma dhe më të mirë. Jeni e kënaqur me zgjedhjen që keni bërë në jetë për të studiuar në Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe pikërisht në Fakultetin Ekonomik? Po, shumë e kënaqur, ishte fakulteti që unë doja dhe pikërisht në Elbasan, diga që unë doja gjithashtu dhe ndjem mirë që kam arritur të rezultate që dhe sot po diplomohemi. Të gjithë janë të lumtur, por vetëm pak qaste nga ceremonia e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik duket se më emocionuara është Ledia Çanga, e cila është studentja që ka përfunduar 3 vite studimi me të gjitha 10. Atëherë, padyshim që unë jam shumë emocionuar, është një arritje që e ndjej jo vetëm unë, por çdo student i çdo fakulteti. Pavarësisht se ka kaluar një vit që nga data 17 korrik 2014 nga dita e diplomimit, emocionet janë përsëri po aq të forta dhe janë po aq të ndjeshme për të triumfuar dhe për të kurorzuar me sukses rrugtimin dhe përkushtimin 3 vjeçar. Ajo është krenare për arritjet në universitet, ndërsa shprehet se është dyfish krenare që ajo ka ndjekur studimet në Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe pikërisht në degën Financë Kontabilitet në Fakultetin Ekonomik. Pse pikërisht vendosët studionit në Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe çfarë do thotë për ju të keni këtë diplomë të këtij universiteti? Dhe pse pikërisht unë duke pasur Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe Fakultetin Ekonomik duhet të zgjidhja universitetet e tjera? Atëherë duke marrë parasysh stafin kualifikues që ofron ky universitet, cilësinë dhe kualitetin e diplomës, ishin këto arsyet që mua më bën të vendosja mbi këtë zgjedhjen time. Arritjet e saj në studime kanë bërë që ajo të marrë shumë oferta për punë, por Ledia shpreh se pasioni i saj më i madh është rruga akademike. Oferta ka pasur shumë, ashtu si kurse edhe aplikime nga ime ka pasur shumë. Por duke qenë e fokusuar drejt arritjeve akademike dhe drejt një rezultate sa më të lartë, ende për momentin nuk kam vendosur gjë. Por ndonë se ka refuzuar shumë ofertat, Ledia Çanga nuk mund të refuzoj dot një ofertë që i vjen menjëherë pas çastit diplomimit nga kryetari i Bashkisë Elbasan zoti Qazim Sidini, i cili e fton studenten ekselente të bëhet pjesë e administratës së bashkisë. Ja si promovohen studentët e ekselencës. Ledia tashmë ka një punë pa mbaruar akoma studimet e saj master.
Emocioni i studentëve është i natyrshëm, por ai që duket më emocionuar, ndonse nuk do të diplomohet, por do t'jap diploma, është pikërisht dekani i fakultetit Altini Drizi. Më duket se më shumë se studentët jam unë më emocionuar për këtë ditë. Është një ceremoni të cilën unë kam dashur ta organizoj prej kohësh dhe më së fundi arrim kësaj dite dhe vërtet është një ceremoni shumë e veçantë, padyshim që për studentët, por edhe për ne stafi pedagogjik, sepse shikojmë që sot materializohet gjithë ajo punë, mund dhe djes që ne bashkë me studentët kemi ndërtuar gjatë këtyre viteve dhe për mua është kënaqësi e veçantë të shikoj studentët tanë të diplomohen sot, marrin diplomat dhe natyrisht hedhin kapele që është dhe çasti sublimi i kësaj ceremonie. Në fund, një mesazh është i vlefshëm për të gjithë. Atëherë përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë diplomantëve të mos ndalin këtu me studimet e tyre. Pra shkolla dhe studimi nuk mbaron dhe nuk mbyllet me universiteti, me bachelorin apo me masterin, por vazhdojmë më tej me studimet e ciklit të tretë që janë doktoraturat, por edhe gjatë gjithë jetës së tyre. Njeriu nuk duhet të pushojë asnjëherë së mësuari, së studiuari.